Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Turqi, do të flasim për situatën e fundit politike pas vendimit që ka dhënë gjykata ditën e sotme. Nuk ishte surprizë për lënien në burg të kreut të opozitës, i cili është edhe kryetari i Bashkisë Stambollit, Ekrem İmamoğlu. Por çfarë ndodh tani e në vazhdim aktualisht në Turqi, situata edhe atë që pritet të përshkallëzohet në orë vijim. Për të do të flasim me gazetarin Sokol Braje, studiues, i cili është kthyer në një dritare për gjithë shqiptarët këtu për atë që po ndodh në Turqi, jo vetëm për këtë ngjarje, por edhe shumë të tjera. Sokol, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. İmamoğlu në burg, por çfarë ndodh pas skene? Përtej asaj që duket, sepse ju keni kontakte nga të dy krahët, eksperiencë, por edhe mjaft njohuri si dhe si studiues. Po në fakt po ja filloj pak ndryshe që edhe ndjekësit tuaj ta kuptojnë domethënë çështjen tamam. Në fakt Ekrem İmamoğlu është akuzuar me dy akuza veç kanë qenë. E para ka qenë për krahjet e terrorizmit, nëse do kishte marrë një burg për domethënë kishte ngel në arrest me burg për punën e ndihmës që ndihmon terrorizmin, atëherë Bashkia e Madhe Metropolitane e Stambollit do kalonte në duart e qeverisë. Domethënë automatikisht do kalonte sepse kështu kanë ligjet turke, gjykata ajo kushtetuta, po edhe ligjet përkatës këtë shprehën. Në fakt ajo u priste dhe ishte e sigurt, nëse shohim median turke, domethënë pro-qeveritare dhe opozitare, ajo ishte sigurt që këtë vendim do merrej për Ekrem İmamoğlu, por në fakt ajo e la të lirë për terrorizëm dhe kështu që mori ana një gjykat tjetër, mori vendimin vetëm për korrupsion dhe rushfet. Dhe për këtë arsye, tashmë Bashkia e Stambollit do të jetë në dorën e opozitës përsëri, por tani që këtu në Turqi, sidomos që 6 ditët e fundit, jo çdo ditë kemi gjëra të reja, por çdo minutë kemi gjëra të reja, direkt pas vendimit që kjo, edhe pse mund të kenë ndodhur ndonjëherë në Turqi, por tani shumë shpejt, domethënë ministri i punëve të brendshme Ali Likaja e rrezoi me një vendim të Ministrisë së Brendshme, e rrezoi nga kryetari i Bashkisë Ekrem İmamoğlu dhe automatikisht pritën edhe një gjysmë më vonë, ku tani minutat e fundit janë që është dhe një vendim tjetër prapë nga organet kompetente që të mërkuren Parlamenti i Bashkisë, i themi ne domethënë si themi në shqip, Këshilli Bashkiak do të lidhet, do të emërojë një kryetar tjetër, por duke pa votat dhe përqindjet e këshilltarëve në Këshillin Bashkiak të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, normalisht që të zgjidhet një i partisë opozitare përsëri, kurse së bashku me Ekrem İmamoğlu'n janë arrestuar edhe dy kryetarë tjerë të bashkive të mëdha, të bashkive mini bashkive, por shumë të mëdha në Stamboll, ku ajo më e madhe që është Shishli Belediyesi, bashkia e Shishli, dhe kryetari i partisë së saj është vajtur në burg, sikur me gjëra që ai ka ndihmuar terrorizmin, dhe kështu që aty ministri i punëve të brendshme ka emëruar një njerëz shumë besnik normalisht partisë në qeveri, ka i makam, si thënë, një mamallor të asaj zone, dhe tashmë e bashki kaloi automatikisht në dorën e opozitës. Kurse në bashkinë Beylik po ordroni. Sokol, po ju me aq sa kuptova nga ajo që më thatë më lart që sot ka marrë İmamoğlu goditjen e dytë, pra pas së burgut është edhe shkarkuar. Po direkt, domethënë këto janë të orët e fundit, domethënë është para një ore, është shkarkuar, tashmë edhe të dali pa pafshim nesër ai është shkarkuar nga detyra e kryetarit të bashkisë. Sokol, çfarë do të thotë për Stambollin në kjo situatë, pra ky kaos, po ta marrësh për numër banorëve, mos gaboj bëhet sa i gjithë Ballkani perëndimor. Edhe më shumë. Edhe më shumë. Çfarë do të thotë që edhe më shumë. Gjithë ky kaos për Erdoganin, ku do dalë? Ai ka dridhur themelet? Në fakt, ai ka dridhur themelet, sepse me sa e njohun politikën turke, por me sa e njohun edhe politikën dhe reagimet e Erdoganit, sidomos të 13 vitet e fundit që në Gezi Parku, në vitet e sotme, Erdogani të vetmen gjë që
e ullë në tavolinë për diplomaci apo për të biseduar është vetëm forca e sovranit, vetëm populli. Dhe nëse e shohim politikat e Erdoganit, të gjitha ato kaos, ndërhyrje për puçe ushtarake, ndërhyrje për të gjitha ato, Erdogani ja ka mbërritur tim poshtë të gjitha për me forcën e popullit, sepse me të vërtetë ka pas popullin pranë. Edhe tek ajo është vetëm një gjë që Erdogani respekton jashtë masës, domethënë nëse populli, nëse sovrani turk vendos për te, është pas tij, domethënë ai nuk ka ligj as mali që e ndalon. Kurse me sa u duk për punën e kryetarit të Bashkisë së Stambollit, në fakt duket se sovrani turk sikur e ka tralltuar Erdoganin, dhe nëse kthehemi 4-5 ditë më parë, Dilber, është që Erdogani nuk u shpreh, nuk bëhet asnjë komunikat për mediat në lidhje me këtë temë, priti 24 orë, 48 orë, nuk foli fare, dhe kjo ishte për të marrë pulsin e shoqërisë turke, domethënë e sovranit turk, por edhe pse normalisht me urdhër të presidentit dhe me urdhër të ministrit të punëve të brendshme, në çdo qytet, domethënë çdo prefekturë u ndalua nga guvernatori i saj, u ndalua çdo lloj mbledhje dhe prononcime për media dhe mbledhje, por megjithë këtë për herë të parë pas vitit 2012, për herë të parë populli turk nuk po e dëgjon më, domethënë as qeverinë Erdoganit, as ministrin e punëve të brendshme, as prefekturat dhe as policinë, dhe është në shesh, janë miliona njerëz. Natën e parë, natën e dytë janë shtu 2 fishe, janë shtu 3 fishe, dhe mbrëm ka qenë nata më e gjatë, domethënë për ashtu, ku është përtarur keq, për kemi pasur policë të plagosur dhe kemi pasur edhe protestues të plagosur. Sipas prononcimeve zyrtare të ministrit të punëve të brendshme Ari Erlikaja, 323 vet janë arrestuar natën e kaluar për shkak se kanë dënuar policinë, dhe kemi kjo është si ajo për ashtu, por me sa duket, domethënë është edhe kjo që sot në orët e mëngjesit që u dha vendimi i parë për korrupsion për Ekrem İmamoğlu, dhe pas 2-3 orëve tjera u dha edhe u lëi lirë nga për terrorizëm, se si do të reagojnë tashmë, do të jetë në gjendje opozita ta konsolidojë, domethënë këtë protestë mbar kombëtare që mund ta quajmë, për të qenë në ashtu, sepse e shohim mbrëm presidenti zoti Erdogan pas iftarit, që pas çdo iftari ka një fjalim tradicional, domethënë këtë ka që kur ka ardhur në qeveri, dhe atë opozita që tha ju bëft pushka top, domethënë bëre çfarë bëre, biles me një ton shumë të ashpër që është e rrallë të shikohet Erdoganit të flasë me tone të tjera, i tha prokurorëve dhe trupit gjykuesit, tha vendosni në emër të kombit ton, domethënë shpejt mos keni frikë se ka protesta gjëra, por me sa duket protesta është shumë e madhe e natës së kaluar, ja arritën që trupi gjykues mos japi vendimin për terrorizëm, pra domethënë mos ta marrin partia në pushtet, mos ta marrin opozitës Bashkinë e Stambollit, por gjetën një klëf tjetër për ashtu. Tash se a kanë vjedh apo s'kan vjedh, normalisht ata vendosin drejtësia, nuk e vendos dot unë asnjë lloj gazetare për protestat e mëdha mbar kombëtare në Turqi, me sa njohun politikën kështu, dhe është shumë interesante që deri në këtë orë, që në orën 9 të mëngjesit, ku ne jemi 2 orë para jush në fakt, është dhënë vendimi për Ekrem İmamoğlu'n dhe shumicën e të arrestuarve. Shumë interesant që presidenti Erdogan ende nuk ka bërë asnjë prononcim, ku Erdogani për të gjëra shumë i shpejtë, domethënë ka bërë vetëm një prononcim në mediat sociale ministri i drejtësisë, ku tha prisni të presin vendimet, domethënë mos u ngucni, domethënë me këtë, dhe në çdo lloj mënyre, domethënë opozita thotë që sonde ne do të jemi në sheshe, do të jemi në rrugë, por një gjë që duhet cilësuar, në fakt nuk mund të kalojmë pa e cilësuar, është që opozita sot në orën 8 të mëngjesit deri në orën 5, në orën 17, kur ka zgjatur edhe 2 orë tjetër, domethënë ka bërë tashmë deri në orën 19 në orën lokale turke, ka pas një referendum brenda partisë, si themi ne, domethënë siç e kishte ju tek PD-ja, zgjedhjet primare, siç e kishte domethënë ato, kështu kanë pas, dhe ka qenë vetëm kandidat për president të arshëm i partisë, domethënë kandidati ka qenë Ekrem İmamoğlu, ai që tashmë u arrestua, dhe për orvajtjen e këtyre kaoseve, këtyre padrejtësive apo drejtësive, domethënë tyne të ligjit apo të maligjit, nuk e di, do ta shohim në ditën e vijim, por është që
kryetari i partisë opozitare Özgür Özeli tha që ne do të bëjmë tashmë 2 kutia. E para kutia është për anëtarët e partisë popullore republikane turke, dhe më thanë që ka 1.750.000 antarë, një do të jetë për atje, dhe do të bëjmë edhe një kuti tjetër që populli, dhe më thanë populli, jo që është ata që nuk janë të partisë tonë, nuk janë antarë të partisë tonë, nëse duan të shprehin solidaritetin me Ekrem İmamoğlu'n, do të jenë kundër si diktatoriatit të Recep Tayyip Erdoganit, do të jetë domethënë pro demokracisë, pro shtetit e pro drejtësisë, atëherë të vinë të hullin votën aty në solidaritet me këtë dhe nëse kthehemi tash kësaj teme, është me të vërtet në të gjithë të Turqinë ka një numër, ka rrallë me 3-4 kilometër që njerëzit po shkojnë. Jo antarët e partisë, po edhe të tjerë, por se sa do jenë shifrat, si do jenë shifrat, normalisht që duhet të presim, sepse kemi edhe 45 minuta kohë, të më thonë që do të mbyllen kutitë e votimit, dhe pas asaj do të numërohen dhe nga qelia për sa më shumë për të votuar. Po, edhe kjo ishte thirrje e Ekrem İmamoğlu dhe pasi që gjykata dha vendimin e saj për të mbajtur në arrest në burg Ekrem İmamoğlu, kryetari i partisë Özgür Özeli tha që deri me tani kemi shumë më shumë se sa antarët tanë që kanë marrë në pjesëmarrjen e këtë, ku presim 10 deri në 15 fishin më shumë se sa antarët e partisë tonë. Domethënë me qenë 10 fishin 1.750.000 takojnë 17 milionë e 500, mos bëjmë edhe unë si Lulzim Basha me këtë numër matematikës, domethënë 17 milionë dhe 20-30 milionë pritet, domethënë kështu është shpreh. Por normalisht që të kuptuar edhe kjo që janë edhe për të frymëzuar popullin për të deklarata, por me sa duket deri me tani, me sa kam marrë të dhëna unë nga qytetet e ndryshme, rrjetet e ndryshme, pavarësisht se jemi të fokusuar në vendimet e gjykatave dhe çfarë lëvizje po bën, çfarë taktike po bën qeveria e Erdoganit në lidhje pas këtyre gjërave, gjithsesi duket që të paktën deri me tani me sa kam bërë informacione unë, se sa janë të sakta nuk e di, por sipas të dhënave që kam arritur të marr unë, kemi mbi 5 milion njerëz që kanë shkuar sot për të përkrahur Ekrem İmamoğlu'n dhe si do të ndikojë kjo është tjetër, por vetëm nëse opozita arrin të mbajë popullin të karikuar, domethënë për këtë padrejtësi pas atyre që është bërë Ekrem İmamoğlu, atëherë shumë shpejt do të kemi edhe ndryshime dhe nga vendimet e gjykatës, sepse siç dihet gjyqësori është i pavarur, normalisht është i pavarur edhe në Shqipëri edhe në Turqi në të gjithë botën, por gjyqësori gjithmonë ka qenë i pavarur, dhe sidomos ne shohim në 100 vitet e shtetit modern turk apo edhe 100 vitet e shtetit modern shqiptar, domethënë gjithmonë ka qenë i pavarur, por drejtësia kur jep vendimet në shumë raste me të vërtetë që jep drejtësi, qoftë personale, qoftë sociale, qoftë kombëtare, por edhe në shumë herë bën fatalitete dhe krijon kriza jo vetëm brenda një shteti, por edhe ndërkombëtare, kështu që drejtësia është drejtësi dhe të gjithë duhet të besojnë drejtësisë, qoftë në Turqi, qoftë në Shqipëri, por sidomos në vendet tona, në Shqipëri apo në Turqi, drejtësia lën për të dëshiruar, sepse gjithë ai popimi që ishte në median turke këtë 3-4 ditë e fundit, edhe ku dosja është top sekret dhe nuk lejohet të flitet për ato gjëra që është top sekret, sepse në gjyqësori turk kështu e ka, për media për qeveritare, duke folë me fakte, duke folë me tjera dhe sipas shumë mediave kundra opozitare, dhe më thënë në Turqi, ata e kanë bërë të ditur krejt që Ekrem İmamoğlu do të jepte i dënuar për terrorizëm dhe ky nuk u dënuar, dhe më thënë kjo tregon që se sa le për të dëshiruar vendimet e gjyqësorit, si në Shqipëri edhe këtu, por gjithsesi bie terrorizmi edhe në publik, çështja e diplomës, publiku normalisht e percepton qartë përse u krijua, tani mbetet vetëm korrupsioni që edhe dosja është top sekret. Pra nuk dihet çka ka brenda. Jo, dosja ende është top sekret dhe nuk dihen faktet çka ka brenda për të vetme gjëra që mund të kenë, domethënë në praninë të avokatëve që merret Ekrem İmamoğlu me 89 të tjerë që janë
arrestuar, edhe aty në biles nuk ju tregohen domethënë faktet, jo mo të dalin të flasin edhe për televizore. Kjo në Turqia është një gjë shumë e rreptë dhe vetëm për nëse ka kallëzime të tjera në për biles në media sociale dhe jo më për televizione, sidomos siç është radio televizioni shtetëror turk apo televizione kombëtare turke të mëdha të debatohen dhe të nxirren në për televizione, kjo me të vërtet që ka një dënim apastafat për këtë, por gjithsesi kur është ana e qeverisë normalisht nuk ka dënime dhe kjo lep për të dëshiruar në fakt dhe kjo i jep have dhe më shumë opozitës që të dali ose njerëzve që janë të pakënaqur me qeverinë e Erdoganit, sepse siç dihet tashmë Turqia ka probleme jetike nga ana ekonomike, ka probleme ku ndikon tek xhepi i çdo qytetari, qoftë pozitar apo qoftë opozitar, është një problem jetik, sidomos të 3 vitet e fundit dhe me sa duket domethënë në këtë aspekt, edhe vendimet gjyqësore lënë për të dëshiruar, edhe vendimet dhe këto vendime gjyqësore në fakt me sa po duket ose me sa janë të dhëna deri diku zyrtare, deri diku gjysmë zyrtare që edhe nga ana ekonomike po krijon një kaos, një krizë shumë të madhe ku më shumë se sa presidenti Erdogan apo më shumë se sa ministri i punëve të mbrëmshme apo ministri i drejtësisë apo edhe kryetari i opozitës apo Ekrem İmamoğlu po prononcohet Banka Qendrore e Turqisë për të ruajtur vlerën e lirës, deri tani thohet që ka shitur mbi 26 miliard, domethënë jo milion, por miliarda dollar për të mbrojtur ekuilibrin e valutës me ashtu ku njëjtën kohë edhe pse nuk kemi raportime zyrtare që do ta shohim nesër kur të hapet bursa e Stambollit, nëse hapet, sepse është gjendje ashtu, por nëse hapet nesër do ta shohim, kemi një rëndje shumë të madhe në bursën e Stambollit, humbjen e vlerës së lirës, po ashtu edhe thuhet sipas burimeve opozitare në fakt, por edhe ekonomistët që janë shumë të respektuar në Turqi, që janë apolitik, edhe ata thonë që vetëm të 3-4 ditë e fundit kemi mbi 15 miliard euro investim të huaj që ka lënë Turqi, ka ikë nga Turqia dhe këto për këtë do ta shohim në fakt edhe drejtësinë edhe ligjin me maliqin, por edhe me gjendjen ekonomike, por nëse populli turk vazhdon të jetë, domethënë kaq i pakënaqur me zotin president Erdogan dhe vendimet e administratës së tij, unë më thash një politikën turke, besoj që Erdogani do të ulet në tavolinë, do të ashtuhet sepse siç e tha deri me dje në iftarin, në fjalimin e iftarit të ditës së djeshme, Erdogani në asnjë lloj mënyre nuk është ulur për diplomaci. Kërkesën kryesore dhe liderin e ka në burg. Për çfarë do ulet, çfarë mund ta kënaqë opozitën ose çfarë mund t'i ofrojë Erdogani? Por nëse, siç e thash pak më parë, domethënë vetëm një gjë që Erdogani e merr parasysh është vetëm forca e sovranit. Pra, domethënë nëse do të jenë vetëm ca grupe vandale, ca terroristë që dalin në rrugë, Erdogani normalisht i ka shtyp dhe i ka shtypur edhe më përpara. Por ama njëse janë masat e mëdha me miliona, që janë edhe sepse shumica e partive opozitare, domethënë janë të vogla normalisht, por e kanë qenë të gjithë shokët e Erdoganit, kanë qenë kryeministrat e Erdoganit, ministrat e Erdoganit dhe sot janë të gjithë pranë Ekrem İmamoğlu. Domethënë edhe kjo ka një ndikim shumë dhe çfarë do bëjnë po tashmë automatikisht lirimi nga detyra ose heqja nga detyra me vendim e ministrit të mbrëmshëm të kryetarit të bashkisë do të ulen. Normalisht politika është arti i të pamundurës, edhe është arti të pamundurës dhe normalisht Erdogani duhet të japi diçka ose nëse seriozisht me të vërtet kanë fakte siç e thot media e qeverisë në Turqi që kanë fakte për kishin thotë domethënë që kanë fakte që ka përkrah terrorizmin dhe ka vjedhë dhe ka bë nëse kanë fakte, atëherë edhe këto fakte se sa do jenë juridike apo politike, domethënë kjo është shumë një problem dhe Erdogani di të bëjë diplomaci, dhe politika lidhja e politikës me drejtësinë në Turqi në fakt Dilber nuk është hera e parë që ndodh kjo. Po kaq e madhe është hera e parë, por në shumë vende domethënë kemi pas vendime të gjyqësorit turk, saqë edhe shefi i shtabit përgjithshëm është marrur në burg me vite, kemi Ergenekonin, kemi shumë vendime që në të gjitha këto Erdogani ka kthyer, domethënë po ashtu kemi edhe raste që
zoti Erdogan ka thënë që sa t'jam unë gjallë këtë nuk do ja jap kurrë për së gjallë juve, domethënë në emër të drejtësisë ka folë për një prift amerikan dhe pas një letre të presidenti Trump para 6 viteve, 7 viteve, ai u detyrua ta dërgoj direkt për 24 orë ta dërgoj në Amerikë prift, domethënë nëse është atëherë drejtësia që vendimin e jep ka drejtësia ti si president, pse po se thaj sa kemi un shpirt nuk e jap. Domethënë kemi kështu sepse drejta në Turqi le për të dëshiruar, domethënë okay, ka drejtësi në shumë gjëra, ka drejtësi në shumë gjëra, ka demokraci, po edhe në shumë gjëra është le për të dëshiruar dhe këtë aspekt domethënë Erdogani mund të ulet në tavolinë me opozitën, por siç e thash edhe pak më parë Dulber që vetëm nëse opozita ja arrin ta mbaj domethënë ta konsolidoj këtë forcën popullor, domethënë sovranin rreth vetes, me të vërtetë që në ditët në vijim do të kemi dhe me sa e njohur politikën turke, mund ta them këtë për herë të parë të kjo që edhe Ekrem İmamoğlu për shumë shpejt lirohet nga burgu. Lirohet. Por nëse konsolidimi i masës bëhet nga opozita, se konsolidimi i masës me të vërtetë, dhe nëse do të kemi sot miliona, 20-30 milion njerëz që kanë marrë pjesë në përkrahjet të këto votimet primare, me sa njoh unë politikën turke dhe me sa njoh edhe vetë veprimet e presidentit zotit Erdogan, to do të ndryshojnë sepse siç dihet domethënë kanë të drejtën e ankimimit, domethënë tashmë edhe për vendimin që është dhënë në emër të ashtu, por edhe vendimi që ka dhënë Ministria e Punëve të Brendshme për largimin nga detyra e Ekrem İmamoğlu't, normalisht kemi është një kohë për ankimime e për të gjitha, sepse nëse nuk e ka shumë, se ne jemi në një shtet diktatorial, edhe pse nga opozita e akuzon presidentin Erdogan dhe gjyqësorin turk se jemi diktatorial, përsëri në Turqi deri diku ka drejtësi dhe mund ta them edhe këtë që ata që kanë bërë puçin ushtarak në 28 shkurtin të 1997, pra që kanë largu partinë e paraardhësit të Erdoganit në qytetin e Ballkanit nga qeveria dhe ka qenë një gjë një periudhë deri në 2002 që ka ardhur Erdogan, ka qenë me të vërtetë edhe më e keq se sa e komunizmi në kohën tonë në Shqipëri, përsëri me 28 në njëjtën datë presidenti Erdogan e fal nga burgu edhe ish generalin me origjinë shqiptare Kenan Evrerin që pa të bërë puçin ushtarak në 1980, pra ky rob që ka hequr nga këto gjëra në një vendim presidencial ja fali të gjitha atij. Domethënë këto janë politike, por vetëm nëse sovrani do të jetë i konsoliduar në opozit, atëherë Erdogani do lëvizë sepse Turqia ka probleme ekonomike, por ka dhe dinamikat shumë të rëndësishme të brendshme, Dulber që tashmë po bëhet fjalë dhe gjithë mundi i partisë në qeveri që në nëntorin e kaluar është për një Turqi pa terrorizëm. Dhe kur janë të gjëra si ndodhen të gjitha, heq diplomën mas 2-3 orëve, arrestohet mas 3 ditëve, jepet vendimi jo për terrorizëm, por për mashtrim, për korrupsione, jo tash e largon nga detyra në vend tjetër, domethënë si ka mundësi që të gjithë ndodhen për 2-3 ditë. Domethënë kjo por gjithsesi do të presim iftarin e sotshëm që ta shohim edhe zoti Erdogan se çfarë do të flasë. Edhe një pyetje të fundit kam për shqiptarët, se jemi një numër i konsiderueshëm besoj në Stamboll. Sa jemi së pari dhe së dyti nga Hanoi? A janë të përfshirë në këtë? Po, në fakt shqiptarët, sidomos zgjedhjet e fundit, me sa nuk mund të themi, domethënë nuk mund të flas në emër të shqiptarëve, normalisht të Turqisë, por me sa shoh unë nga përvoja ime, nga organizimi i shqiptarëve në Turqi me NGO, nga vetë qoftë edhe në jeta sociale, domethënë që kam në Turqi, po shqiptarët e kanë lënë matan, domethënë Erdoganin, normalisht kanë lënë matan Erdoganin dhe kjo u vërtetua në fakt edhe në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar, që me 31 mars bëhet një vit, por normalisht shqiptarët, por edhe gjithë populli turk, por edhe opozita bën thirrje që mos e kemi dhunë domethënë në këtë. Okej, edhe pse siç e thash domethënë është ndaluar të kemi Erdoganit, janë me Imamoglu. Jo, nuk mund të themi për të gjithë, domethënë normalisht, por shumica e shqiptarëve të Turqisë kanë qenë me Erdoganin deri te
4-5 vitet e fundit dhe në zgjedhjet e kaluara pa të ndryshuar pak, kurse në zgjedhjet lokale që janë bë zgjedhjet e fundit që kemi pas me 31 mars 24-shin, duket që kanë dalur krejt hapur dhe se shohim median sociale domethënë të atyre, edhe pse ashtu për nuk është se janë mos mirënjohës në Erdogan që çfarë ka bërë për Shqipërinë apo për Kosovën apo për Maqedoninë, nuk është mos mirënjohje, por një pakënaqësi, problemet ekonomike, problemet e demokracisë, problemet e gjyqësorit, e drejta, rritja e çmimeve, inflacioni, kamata shumë e lartë më e madhe në botë, edhe këto janë që krijojnë një pakënaqësi domethënë ndaj qeverisë, por dhe janë shprehur domethënë nëse shohim për shembull median sociale këto ditë të fundit, shumica e shqiptarëve, edhe pse ka shumë pro-erdoganista, ka edhe shumë kundër pro-Ekrem Imamoglut, por gjithsesi nuk mund ta përcaktojmë se kaq janë me ata, po kaq janë me këtë, por gjithë ajo që kërkohet domethënë edhe unë vetë nga organizatat shoqatat tona, vetë si edhe një drejtues ndër një nga këto shoqatat, ju kam kërkuar dhe ju kam nisur mesazhe, por edhe kam folur në telefona që në asnjë mënyrë nuk i shkon asnjë shqiptari, po asnjë qytetari turk që të përdori dhunën kundër atë që njeh kushtetuta turke për të protestuar në paqe. Edhe kjo është çdo kush është i lidhur, çdo kush ka mendimin e vet dhe veprimin e vet, por gjithsesi jo kundra dhunës, sepse kemi edhe shqiptarë si puna ime, kemi këtë domethënë jo vetëm nga Shqipëria, por nga Kosova, Maqedonia, Presheva, Balizi, nga Bosnia, kemi shqiptarë si puna ime, edhe pse numri është i pak, nuk është numri, nuk po ta nxjerrim një deputet në Tiranë me kaq, por gjithsesi jemi të kujdesshëm sepse kaosi nuk duhet kërkun, por edhe nëse ka pa drejtësi, atëherë dikush duhet ta ngresë zërin, sepse po se ngrehet zërin sot, nesër të vjen rradh aty thuhet ajo fjala e urtë popullore. Lutem dhe diçka, Erdogani ka dy betejë, brenda dhe jashtë. Në fund, në gjykimin tuaj, si njohësi mirë i zhvillimit edhe jo vetëm Turqi, por edhe të gjeopolitikës, i fiton të dyja, njërin apo asnjërin? Nuk e kuptova edhe e pyetjen nga fillimi të lutem. Erdogani tani po luan si brenda, ka betejën brenda, por edhe jashtë, politikën e jashtme. Në fund, tani e kuptova. I fitoi të dyja, njërin apo asnjërin? Po. Nëse shohim këto 12 vitet e fundit që Turqia ka pas trazira shumë të mëdha, qoftë të brendshme, qoftë të jashtme, Erdogani ja ka arritur të dalë fititar në të gjitha. Sepse siç e thash pak më parë, domethënë ka pas sovranin mbrapa dhe sovrani turk ka qenë me të vërtetë serioz mbi 50, 60, 70%, dhe nëse i kthehemi për shembull me 2016-15 korrik, ku një ndër ato jam edhe unë, kemi qenë dërzhuar domethënë për me muaj të tërë kundra puçit, kundra diktaturës që mund të vendosë në Turqi, edhe kështu ka qenë edhe populli edhe i majtë edhe i djathtë, në fakt pa pas krahasim, por jo se kanë dalë 6 milion në rrugë normalisht, por edhe kjo është. Dhe aty ka qenë forca e Erdoganit, domethënë tek sovrani i tij, por tash me sa duket, Erdogani po e provon edhe këtë, a do të jetë sovrani me te apo kundra tina. Edhe me sa duket tash, nëse siç e thash pak më parë, nëse opozita arrin ta konsolidojë këtë forcë sovranën rreth saj, unë jam i sigurt që Erdogani, sepse Erdogani është një politikan shumë i zotit, ditë e negocioj. E para për të mbrëmshmen, ende nuk kemi, por unë vetë si sokole logjikoj që vetë mos lënia në burg e Ekrem Imamoglut për shkak të terrorizmit, këtë tregon që ka një zbutje këtu, por do të thënë edhe kjo që prokurori i çështjes në fakt, i kësaj çështje, e ka ankimua vendimin e trupit gjykues dhe ka thënë që Ekrem Imamoglu duhet të arrestohet në patjetër për terrorizëm. Domethënë kjo është ndoshta për të ftohtë gjakra, ta kuptoj se çudia e madhe zgjat vetëm 3 ditë. Edhe kjo mund të, domethënë na duhet kohë që ta shohim, kurse nga ana rajonale apo globale, në fakt Erdogani ka pas suksese shumë të mëdha, paktën shumë pronësuar në Turqi, por edhe në shumë vende të tjera, suksese të tilla në Siri, në luftën Ukrainë-Rusi, edhe pse kohët e fundit ndoshta nuk është ashtu, por gjithsesi Turqia ka pas një sukses dhe kjo është suksesi automatikisht të presidentit Erdogan. Tash a do të ketë ndikim
problemet e mrenshme me përjashta, unë mendoj vetë si Sokol, sepse më pyetet domethënë çfarë mendon si Sokol. Unë them që politik për si Turqi me në krye Erdoganin, por edhe opozita me në krye Özgür Özelin, besoj që kur ndodh tema për milete, për vatan që i themi ne, ato din të negociojnë, din të ashtu, dhe mendoj që nuk e lënë Turqinë të përshkallojë në një krizë sociale më të madhe. Domethënë paktën këtë mendim kam, por gjithsesi do të lajmë t'ja lajmë kohës, sepse paktën edhe 3 javë me këtë punë do të jetë shumë të rëndësishme për Turqinë. Sokol, të falenderoj shumë për gjithë të pasqyrë të plot që bëre nga Turqia për këtë ngjarje që kanë impaktuar edhe tek ne. Faleminderit, edhe për mua ishte kënaqësi. Ju uroj një ditë të mbarë.